Shikues e televizionit Skan, mirë mbrëma, mirë se vini në Prosa në Kons, ku takohemi së bashku si çdo të hënë. Qeveria ka filluar të vendosë në jetë planin sektorial anti-informalitet në sektorin e ndërtimit dhe atë të ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme, me qëllim rritjen e deklarimit të pagave, shmangjen e evazionit fiskal dhe ndërtimin e një tregu me një konkurrencë të ndershme dhe transparent. Por cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e këtij aksioni dhe cilat do të jenë efektet reale në treg, por tek punonësit, por edhe tek kompanitë. Për diskutuar mbi këto kam të ftuar zotin Gjergji Tafa, konsulent ekzekutiv biznesi, mirë se erdhësh, kënaqësi. Përshëndetje. Dhe zotin Esmeraldo Gjakolli, ekonomist dhe pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, mirë se erdhësh, kënaqësi. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ndalemi tek Prosa në Kons, që kemi nxjerrë fillimisht për këtë çështje, pra lidhur me reformën anti-informalitet. Tek Prosa po avantazhet, përmendim rritjen e të ardhurave në buxhet, formalizon tregun e punës dhe rrit transparencën dhe konkurrencën në këtë sektor. Tek Kons apo disavantazhet, përmendim rritjen e kostove të bizneseve, rrezik për rritje të çmimesh sa i takon banesave dhe ambienteve komerciale, si dhe krijon një klimë pasigurie tek bizneset. Shpesh aksionet në fakt nuk përqafohen nga biznesi. Megjithatë do të diskutojmë hap pas hapi se sa qëndrojnë apo jo. Dhe do ta nis me Gjergjin. Kemi një aksion, ne jemi mësuar me aksione në Shqipëri në fakt, her pas here targetojnë sektor të ndryshëm të ekonomisë, duket që tani ka ardhur radha ndërtimit. Të duket një reformë e qëndrueshme për formalizimin e këtij sektori, apo të duket një aksion si gjithë të tjerët që do nisi, do përfundojë dhe pastaj ky sektor do vazhdojë jetën e vet siç ka bërë deri më tani. Si e shikon me avantazhet dhe disavantazhet e veta në përgjithësi? Flasim parim fillimisht. Me aksionin duhet kemi parasysh nga administrata timore, që është një aksion fiskal i cili rrit automatikisht tarot në buxhetin e shtetit, por nëse ne marrim nga ana strukturale, kjo do të krijojë një impakt jo shumë pozitiv për biznesin, pasi nuk i jep qëndrueshmëri, nuk i jep prospektivitet dhe nuk i jep një avantazh konkurrues në afatgjat. Pra, le të themi, ka avantazhin dhe disavantazhin e vet kryesor. Esmeraldo, si e shikon, si ekonomist dhe lidhur dhe me reformat e tjera që janë ndërmarrë në vend, se sa ta analizojmë pak sa efikase kanë qenë, sa të zhurmshme dhe pastaj se sa në qetësi kanë rënë. Si gjykon këtë lloj reformash me Prosa të Konsit e vet? Them, po të shohim edhe eksperiencën e mëparshme, vendi jon nuk është se vuan për të nisur reforma, problematika kryesore është në vazhdimsinë e këtyre reformave, domethënë dhe me sa seriozitet ndiqen. Mund marrim një pafundësi reforma që janë ndjekur, por që janë lënë në mes, dhe kjo problematika e kësaj praktike është që kur ti nis një reformë, përpiqesh të formalizosh tregun, në moment që e lë për gjys, jo vetëm që ke sjell dëm se nuk e ke çuar deri në fund të punës si thua, po ke sjell problematika sepse mund të kesh shtrëmëruar tregun në periudha fat shkurtë dhe pastaj kur e lën në dorë të tregut, edhe nga eksperienca dhe mendimtarët, po themi ndryshëm ekonomik, dim që tregu do një farë periudhe për ta stabilizuar veten e tij, domethënë. Edhe për ta suportuar këtë lloj aksionin, si për të përshtatur, nuk të bësh sot për nesër. Jo, kërkon kohën e vet, edhe këto nuk janë praktika që thua që janë shpikur në vendin tonë, këto ndiqen janë ndjekur edhe në vende të tjera më përpara, por gjithmonë niset në fazën e këshillimit, si thuash, me biznesit, para se të kalojmë direkt tek pjesa. Ka pasur një fushat këshillimi, një fushat ku vetë biznesave i është kërkuar që të rrisin deklarimet e pagave, të shikojnë vetë bilancet e tyre dhe të kuptojnë nëse janë apo konform ligjit, konform rregullave që duhet të ndjekin. Dhe tashmë duket se reflektimi ka qenë në fakt i ulët. Dëgjova shifrat që tha vetë Ministri i Financave, diku 9% e kompanive kanë reaguar për të rritur këto paga. Si e shikon këto përqindja? Fakt është një përqindje e ulët, ndoshta kjo është dhe një nga arsyet që ka detyruar domethënë shtetin që të kalojë tek faza e dytë, sipas karrotës të kalojë tani tek shkopi, si thuhet, por prapë mendoj se duke qenë se është një nga sektorët me ndikime më të madh në vendin tonë dhe ka qenë për këto vitet e tranzicionit, mendoj se duhet kishte një konsultim pak më të gjerë dhe të gjeshin disa edhe mënyra ose elemente të tjerë që kjo faza domethënë të mos jetë direkt ka qenë si thua për biznesin, sepse jam i sigurt që siç e tregon dhe praktika në vendin tonë, kjo do krijojë ato mundësitë për të krijuar edhe forma ose për gjetur forma të tjera se si ato të operojnë në treg në mënyrë informale dhe mund të krijojë domethënë një efekt nga ana e kundërt. Okej, 9% Gjergji, një rritje vullnetare, domethënë le të themi një përmbushje vullnetare e rritjes së deklarimit pagave, 9% nga gjithë kompanitë që janë diku te 9000 aktive, si të duket si përqindje? Relativisht është një përqindje e ulët,
por duke parë shtrirjen në kohë të kësajt aksioni, besoj se kjo do të ketë më të lartë. Por këtu nuk është çështja vetëm e efekti financiar, këtu është dhe efekti social, psikologjik dhe ushtrimi i njëanshëm nga ana tatimore për bizneset. Duke qenë se gjithmonë aksionet janë të shtrira jo fort në kohë, por janë të ndara... Ngushta, këtë e kemi për shembull me 23 maj, thot, përfundon ky aksion, ndahet në 3 faza, nis nga real estate, pra ndërmjetësimi i pasurive të paluajtshme, vazhdon tek nën-kontraktorët dhe kompanitë e ndërtimit. Pra, sot bizneset e dinë që ky aksion do jetë deri më 23 maj. Deri 23 maj bizneset mobilizohen, japin ato performancën e tyre financiare, ndërkohë pastaj pas 23 majt presumohet që biznesi të vej prap drejt stabilitetit vetë natyral. Është e lehtë të ndryshosh ato deklarimet, librat që keni ju të shitjes për një periudhë të shkurtër dhe pastaj të rikthesh prap gjendjes së përparshme apo? Problemi këtu në këndvështrimin tim konsiston tek mënyra se si do trajtohen punonjësit, sepse me punonjësit të cilët janë full time dhe janë me paga po themi minimale sot, ato do ekziston mundësia dhe rreziku që ato të klasifikohen si part time me orë pune nën 82 orë dhe rritja tjetë jo forte e qëndrueshme sipas thënies së ministrit 9%. Tani, kemi betemi të punonjësit, janë 64.572 punonjës në sektorin e ndërtimit, ku 55% prej tyre kanë paga deri në 50.000 lekë, pra që është minimalja kombëtare sot. Pra, gjysma e punonjësve në sektor janë me paga deri në minimale. Çfarë do të thotë kjo? Është sektor me produktivitet të ulët, me deklarim pjesën pagave, apo si e përkthejmë? 22% janë paga 50 deri në 70.000 lekë dhe 22% paga mbi 70.000 lekë. Tani, teorikisht, do të thënë po çikojmë në praktika ndërkombëtare, sigurisht që pagat e ulta mund përkthehen dhe me produktivitet të ulët. Por për të qenë realist, e dim në vendin tonë që sot nuk është e mundur që ti gjesh, po themi një usta me atë vlerë, është bërë shumë e vështirë, jo vetëm tek sektori ndërtimit, por edhe në sektorë të tjerë, niveli pagave është rritur. Por ajo që unë dua të theksoj domethënë është që përveç saj pjesës që ne të detyrojmë biznes, sepse në fund të fundit ne jemi duke është domethënë qeveria, jo ne, po është duke kërkuar bizneset që jo të rrisë kostot në mënyrë artificiale, por thjesht të rrisë deklarimin e tyre. Dhe unë mendoj se kjo më tepër mund të jetë një aksion i cili mund të jetë thjesht për të rritur disa domethënë të ardhra buxhetore. Edhe ajo pyetja më parshme që për atë pjesë ndryshimit librave me radhë, po ajo është e mundur, pra bizneset mbasi përfundoi ky aksion mund të ndryshojnë domethënë librat ose mund të ndryshojnë pjesën e deklarimit të pagave, mund të tentojnë përsëri t'i ulin, sigurisht jo në ato që janë përcaktuara, por mendoj se nëpërmjet vlerësimit të riskut, prapë nëse do jetë një aksion domethënë që do zgjas në kohë, janë shumë lehtë evidentueshëm. Që do thotë, nëse e ka ndarë mendjen për të futur kësaj pune deri në fund, instrumentat son janë sepse gjitha deklarimet janë online. Po mendoj se kjo është fillimi një fushate që do shtrihet në të gjithë dhe në industritë e tjera. Domethënë nuk besoj se do lihet vetëm tek ndërtimi. Është një plan sektorial që është edhe në turizëm dhe është gjithandej. Gjergji, kam përshtypjen që ju keni, le të themi, një databazë të gjerë të pagave të punësuarve me bizneset që operoni. Këto paga, si të duken, a sinjalizojnë realisht një nëndeklarim në këtë sektor, sepse 55% e të punësuarve janë me pagë deri në 50.000 lekë, ku sot është minimalja 50.000 lekë. Tani, nga ana statistikore, siç e kanë nxjerrë dhe vetë drejtoria e tatimeve, rezulton që pagat janë minimale. Duke indeksuar dhe në industri, këto paga relativisht janë shumë të ulta dhe ndikojnë automatikisht në xhepat e gjithë secilit punonjës. Por këtu nuk bëhet fjalë vetëm për afat shkurtër, bëhet fjalë për afat gjatë, sepse këto paga sjellin dhe impakte negative në skemën e pensioneve, sepse një pagë e ulët automatikisht sjell një pension të ardhmen shumë të ulët. Dhe në këtë këndvështrim rritja e pagave ndikon pozitivisht te individët, i hul deri diku marzhet e fitimit të investitorëve kapitale dhe jo nëntkontraktorëve, sepse nëntkontraktori shet shërbimit dhe nuk ka se si që të ndikohet shumë,
Por, kryesisht, shteti me këtë lëvizje shikohet nga aspekti pozitiv për nga punonjësit. Pra këtë shikon si avantazh të punonjësve dhe të buxhetit shtetit? Nga këndvështrimi i buxhetit shtetit dhe nga punonjësit është patjetër që është pozitiv, kurse nga investitorët kapital ju mirët nga një përqindje caktuar nga fitimi. Po sigurisht e dim që bizneset nuk duan të paguajnë për taksa. Asnjë biznes nuk do të paguajë për taksa. Punët kostën, pastaj Por taksave dhe vdekjes nuk i shpëtojmë dot, kështu që është e padiskutueshme. Po është e padiskutueshme. Në këtë rast thua që do përfitojnë punonjësit që realisht i kanë pagat më të larta, po i kanë të deklaruara deri në minimale. Pra, me skemën e pensioneve, automatikisht ai punonjësi i cili ka kontribute më të larta, ka përfitueshmërinë në të ardhmen në daljen e pensionit më shumë, sipas ligjeve që kemi aktualisht në fuqi. Dekord. Shteti vendos paga reference në ndërtim. Është hera dy që aplikohet në fakt, pasi kjo lloj metode u ndoq edhe në turizëm dhe pagat e referencës janë shumë më të larta se ato që aktualisht deklarohen në sektorin e ndërtimit dhe nisin nga 60.000 lek për pozicionin sanitare, që është pozicion elementar, deri në 160.000 lek për operator Vinci. Si shikoni këto paga? Dhe këtë lloj praktike, a është e njohur? Është e njohur, po do të thënë përgjithsisht kjo pjesa e pagave referencë nga ana e teorive ekonomike, do të thënë nuk është shumë e këshillueshme sepse krijon shtrembërime në treg. Nga ana tjetër për shembull në vendin tonë, sepse vërtet janë vendosur paga referencë lidhje me sektorin e ndërtimit, po ideja është kjo, do të thënë vetë shteti në një pozicion i njëjtë sanitare, por që punon në ministri, a është e njëjta pagë referencë, se përderisa pozicioni dhe përshkrimi i punës është i njëjtë, do të thënë teorikisht dhe logjikisht edhe niveli i pagave referencë do të ishte i njëjtë. Po, për diskutim. Ose mund të bëjë edhe kjo lëvizje tjetër që të njëjtat pozicione pune që janë në sektorin e ndërtimit, mund të kishin të njëjtat paga referenca edhe në sektor të tjerë, përderisa pozicioni i punës është i njëjtë. Se fare mirë, nesër një sanitare që punon, pra që është në të njëjtin pozicion pune, por punon në një industri tjetër, mund të kërkojë që të ketë një 50.000 lek, kërkon që rritet paga të shkojë 60.000 lek. Përderisa është me vendim qeverie, domethënë ka të gjithë të drejtën që ta kërkojë këtë. Domethënë është një diskriminim i cili të jep atë idenë që është një aksion për të mbledhur dhe unë kam frikë se kjo pjesa mund të krijojë atë problematika të tjera që mund të shoqërohet edhe me industri të tjera që kosën në fund ta mbaj punonjësi. Pra, punonjësit i thuhet që ti tani po themi na kushton më tepër dhe në moment që ti tërheq pagën, se duken pak kështu si gjëra teorike, por është se çfarë ndodh, domethënë praktikisht, në moment që punonjësi tërheq pagën e tij në bank, shkon të nesmen tek ekonomisti i firmës dhe këtë diferencë që është rritur nga shteti, po themi në këtë rast në mënyrë artificiale, ai është detyruar që ta paguajë dhe mund t'i kalohet gjithë kostoja punonjësit. Pra mund të kemi edhe shtërmërime të tilla në treg që mund të sjellin problematika akoma më të mëdha, duke parë që edhe ne kemi probleme domethënë me numrin e punonjësve në vend, që gjatë gjithë kohës. Kështu që duhet parë nga të gjitha këndvështrimet. Krijon një lloj informaliteti të ri, le ta themi. Si të duken pagat e referencës, Gjergje? A mund ta imponojmë një industri? Qeveria, siç thatë dhe ju, nisi aksionin në maj për sezonin turistik, i rezultoi pozitivisht nga këndvështrimi të ardhurave, por ndërkohë në jug nuk gjehen dot më sanitare nën 1.000 euro pagë mujore. Dhe kjo automatikisht i krijoi industrisë presion negativ për punonjësit. Po ta marrim në industrinë e ndërtimit, qeveria ose ministria ka gjykuar mbi bazën e marzheve të fitimit të sektorit, por atë fitime ka investitori dhe nuk e ka punonjësi. Kështu që në këtë këndvështrim, unë mendoj se ka ndikuar pozitivisht në rritjen e pagës minimale në këtë sektor, por nëse e marrim në makro në të gjithë pjesën e bizneseve, nuk është pozitive, sepse siç tha dhe kolegu që automatikisht kjo ndikon në kosto tek punonjësit, rreziku i shtuar. Po pra mund të kemi le të themi një instalues që sot mund paguhet me 70.000 lekë se aq eksperiencë ka, sepse dhe pagat përcaktohen nga niveli i eksperiencës që ka një person. Nëse është me një eksperiencë apo formim elementar, nëse është le të themi me formim më të madh dhe kjo është le të themi ajo që i përcakton pagat. Ndërkohë që këtu vendoset një referencë për kudo, si unë, si ti që kemi background të ndryshme të paguhemi njësoj, pra nis nga njësoj. Pra, siç tha kolegu që uniformiteti është një rrezik i shtuar dhe nuk i jepet vlerë të shtuar atit personit të cilin ka kualifikime më të larta.
qeveria ose ministria që kanë nxjerrë këtë listë duhet të kishte klasifikuar dhe nivelin e arsimimit, sepse niveli i arsimimit është bazë dhe kriter për të vendosur këto nivele pagash. Nëse ne themi për një inxhinier i cili e ka pagën jo më pak se 120.000 lekë, atëherë kush është kriteri mbi bazën e kujt është vendosur nga pjesa e administratës tatimore. Sepse mund të jetë një inxhinier junior për shembull, sapo ka dalë nga bankat e shkollës, pra mund duhet një riklasifikim i qartë dhe i saktë ose një ndërtim strukture nga administrata tatimore se si këto klasifikohen, por siç thashë pak më sipër, qeveria, ministria dhe administrata publike ka performuar pozitivisht në sektorin e turizmit dhe ka menduar që ky sektor, duke qenë se ka modelin e vet ekonomik të rritjes, atëherë ka gjykuar që të rrisi dhe pjesën e këtyre pagave. Pas ka dhe agenti pasurisë së patundshme, 124.000 lekë si pagë, ndërkohë që në fakt shumica e agentëve kanë NIPT dhe veprojnë si persona fizik, që nuk është e thënë që patjetër të jenë me pagë, sepse paguajnë tatim në rast se kalojnë një nivel të caktuar. Domethënë kjo është një praktikë e cila u ndoq në vendin tonë kur ishte pjesa e legjislacionit për një pjesë punonësit të cilët ishin si të vetë punësuar dhe për të shmangur pikërisht të pjesë që thamë deri tani, që ndoshta tani mund të kemi edhe rritje të saj, pra mund të kemi edhe inxhinierë që ofrojnë, po themi, shërbimet e tyre me kontrata shërbimi e tjerë, por kjo mund të ketë edhe një problematik tjetër. Për shembull, pjesën e studentëve të cilët sapo janë diplomuar dhe do duan që të punësohen nëpër këto firma, po themi, ndërtimi. Atë kosto që tani kjo firmë ka me atë pagë referencë që do t'i shkojë gjitha për kontribute ose për tatim mbi pagën, ajo më përpara me atë pagë mund ta paguan të gjithë, po themi, këtë studenti. Ose mund të 3 student për internship në këtë rast. Ndërkohë që tani nuk ka mundësinë sepse i bie që të ketë një kosto shumë të lartë. Dhe kjo domethënë mund të krijojë edhe këtë problematik tjetër për studentët të cilët janë sapo diplomuar, që sa të lehtë do ta kenë atë fazën e tranzicionit nga pjesa e mbarimit të shkollës deri në punësimin e parë, domethënë që cilësohet si ajo periudha më problematike. Ndoshta do tentojnë dhe kompanitë tani të mos i punësojnë shumë ata që dalin nga bankat e shkollës, por të marrin njerëz me eksperiencë për sa kohë paga do të jetë në nivelet e eksperiencës. Po, për sa kohë paga. Do të sjellë një dëm, le të themi, tek të rinjt në këtë rast. Po, mendoj, domethënë varet sa do zjas. Nëse do jetë një aksion i shkurtër, por nëse do jetë një gjë e cila do shtrihet në afatgjat, mendoj se mund të ketë problematika të tilla dhe duke parë dhe domethënë mendsinë e studentëve tonë tani që e kanë si thua mendjen për t'u larguar dhe jashtë vendit derisa po përfundojnë studimet, se një nga arsyet është dhe kjo pjesa e pagës, mendoj se mund të krijojë problematika edhe më të mëdha, domethënë tek tregu i punësimit. Mund të nxjisë largimin e tyre. Po, atë që tha dhe kolegu, duhet parë me kujdes kjo pjesa e diferencimit, sepse nuk mund ta nisin pagën njësoj si një student që sapo ka mbaruar studimet me një inxhinier që mund të ketë vite punë në treg. Kështu që mund bëhet një kategorizim shumë i thjeshtë. Ato janë të dhëna që merren nga sistemi tatime, nuk ka se si biznesit manovrojnë në këtë rast dhe zgjidh një problematik shumë të madhe dhe ul koston e biznesit dhe jep mundësi studentëve që të punësojnë direkt mbas mbarimit të studieve. Po, të fitojnë eksperiencën që u mungon. Shumë e qartë. Sipas një analize të televizionit Skan, që është bërë midis pagave aktuale dhe pagave që kërkon qeveria të referencës, pra që ka vendosur, do duhet që kompanitë të rrisin 15 deri 20.000 lekë, pothuajse pagën e çdo punojësi, mesatarisht. Pra, nga 60.000 lekë që është paga mesatare, duhet shkojë në 75 deri në 80.000 lekë në sektor. A janë kompanitë shqiptare, qoftë këto në ndërtim, që le të themi ndërtimi është motori i ekonomisë aktualisht, që të adaptohen kaq shpejt të gjitha për një kohë kaq shkurtër në një rritje kaq të ndjeshme? Në një afat kaq të shkurtër kohor, është shumë e vështirë që biznesi ta ketë të thjesht implementimin. Por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që i shtohen dhe kostot të larta, kostot e punëtorisë. Por biznesin vetvete në pjesën e ndërtimit kemi 2-3 lloj tipologjish formash. Një kemi kompanitë të cilat janë investitor, kemi 9 kontraktor dhe pjesa e tjera dhe pjesa e cila janë 9 kontraktorët më të vegjël të kontraktorëve të parë. Kështu që në këtë këndvështrim i krijon shumë presion, nuk i la shumë hapësirë kohore të menduarit diskutimit dhe i krijon presion fuqisë punëtore. Dhe në këtë prizëm do të gjykonja që vendimarrjet nga ana e biznesit do të jenë shumë të shtrënguara kundrejt presionit të punonjësve dhe nga pjesa e administratës tatimore, sepse dihet që në një biznes këto trysni duhet të pakën të shtrihen në një afat kohor 1 vjeçar, minimumi.
Që të ketë kohë përgatitet. Pra, përgatitja qoftë dhe e pjesës administratës të brendshme për çdo lloj kompanie të cilët ta kuptojnë, ta analizojnë, duhet ketë këshillime publike nga ana e administratës tatimore dhe jo në mënyrë represive që sot dhe pas një muaji do të dalë kjo dhe bëhet titull ekzekutiv për biznesin. Qartë. Ndërkohë, dihet që bizneset kostot, siç e thamë që do kenë rritje pa diskutim, nuk i mbajnë për vete, po i shkarkojnë tek le them një niveli tret, që në këtë rast do të jetë, po flasim për ndërtim, dhe do jetë tek çmimi i banesave. A pritet ketë një efekt real në tregun e banesave nga ky plan anti-informalitet sa i takon rritjes së çmimeve si ekonomist? Atëherë, jo vetëm duke parë këtë plan, por përgjithsisht duke parë pak a shumë dhe strategjinë tjetër të qeverisë, e cila pritet të implementojë dhe ligjin që nuk i lejon ndërtuesve që të shesin, pronat pa mbaruar i gjithë objekti. Mendoj se është një tendencë që të shkohet drejt kalimit që pjesën e ndërtimit do ta kenë vetëm kompanitë e mëdha, sepse edhe kompanitë e vogla, nuk kanë likuiditetin e mjaftueshëm, ajo ka qenë një burim financimi i rëndësishëm. Dhe tani me këtë, edhe me rritjen e këtyre kostove, mendoj se shumë shpejt, në një periudhë afat shkurtër, do vim drejt zhdukjes së kompanive, të vogla të ndërtimit. Dhe fokusi do të jetë kryesisht te kompanitë e mëdha, të cilat kanë dhe fitimet më të larta, ndërtojnë edhe në zona, po themi, më prestigjioze, dhe fitimet e tyre janë më të larta dhe kanë mundësi, si thua, që t'i përballojnë këto rritje, si në periudhën afat shkurtër, ashtu dhe, po themi, periudhën afat mesme dhe afat gjatë. Kostot do jenë të konsiderueshme, por përgjithsisht në ekonomi themi që niveli se si shpërndahet kur vendoset një taksim ose një kosto shtesë mbi biznesin është në varësi të elasticitetit të kërkesës dhe të ofertës, por duke parë praktikën në vendin tonë, përgjithsisht pjesa më e madhe e kostove, për mos thënë 100% gjithmonë i kalon blerësit final, konsumatorë, dhe me shumë mundësi kjo mundësi edhe rritje të mëtejshme të çmimit të banesave. Dhe ta bëj akoma më të vështirë, sidomos për të rinë blerjet e një banese që tani është bërë kështu si një ëndër, nuk është mallsi mundësi e largët. Nuk është e vështirë vetëm për të rinë, tashmë është e vështirë për të gjithë, jo vetëm për të rinë. Si e shikon, do kemi një efekt real në tregun e banesave nga ky aksion? Pa diskutim, sepse ne marrim konsiderat pjesën e inflacionit për vendosjen e trendit të rritjes së ekonomisë. Ne vërejmë që industria e ndërtimit rritjen e ka 20 herë më shumë apo 25 herë më shumë se sa pjesa e fitimit. Atëherë, marrim konsiderat këtë që sa po tha dhe kolegu, atëherë vështirësia është shumë reale sidomos për çiftet e rinj dhe ata të cilët janë sapo dalë nga bankat e shkollës për të krijuar një jetë sa më sociale në shtetin. Pra do kemi një rritje të banesave. Pa diskutim. Këtu është për të theksuar që në këtë lloj industrie, meqense ky shteti mori këtë lloj aksioni, duhet dhe një rankim të kompanive, të cilat kuptojmë kush kompani është me kredenciale më të mira në treg. Këtu ka standarde shumë të mirënjohura nga Bashkimi Evropian, të cilat janë shumë të thjeshta për të aksesuar dhe për të implementuar në këtë lloj sektori në Shqipëri. Përderisa ne kemi model rritjes ekonomike nga viti 2002 dhe në vazhdim. A ka një lidhje midis rritjes së nivelit të pagave që duhet bërë i detyrueshëm dhe ndryshimit të marzhit të çmimit në treg për apartamentet, për banesat, për ambientet komerciale? Në pjesën e afat shkurtër jo, por në pjesën e afat mesëm që është mbi 3 vjet dhe mbi 5 vjet pa diskutim që do ketë, sepse gjithmonë inflacioni automatikisht nuk mund të jetë më shumë ose më pak se sa 3%, duke marrë 3% e 5 vite i thonë 15%. Atëherë automatikisht kjo minimumi do rritet me normën e inflacionit. Nuk ka se si mund të qëndrojë më poshtë. Kështu që banesat automatikisht duhet të kushtojnë 15 deri 20% më shumë në harkun e 3 deri 5 viteve. Por, duke qenë se ky lloj biznesi është i destinuar që të rrisi fitimet dhe fitimet nuk janë të mirë organizuara nga kjo administrat, por është konkurrence e lirë, thot qeveria, atëherë premisat janë të rriten ndoshta 40 dhe 50%, që është një realitet jo fort i 50% i bie që të jetë paprekshme blerja një apartamenti e parë. Qeveria do ndërtojë dhe zona elitare, të cilat do t'i klasifikoj si që kanë kryeqytetet në Perëndim, që i kanë vije verdh, vije portokalli dhe vije jeshile, të cilat do klasifikohen dhe mënyra dhe ndërtimi e aspektit social dhe kulturor në një komunitet. Kush mund blej ku?
është ideja, në këto drejtime. Kjo është, dhe paka shumë ne kemi marrë modelin, sepse Unaze e vogël e Tiranës nuk mund të afrosh do të një qoftë edhe një Tiranë si vjetër, po themi. Po dhe Unaza është bërë pa prekshme, se ka vajtur 1.500-1.700 euro metri katror aktualisht, nuk është se ka mbetur aq e arritshme. Por po themi për zonën më elitare dhe të destinuar dhe për biznese. Por këtu qeveria ka për synim mendoj që edhe të thërrasë investitor të huaj, por duhet të ketë një politik të qartë informuese për biznesin dhe për qytetarët që ne si qytetarë të thjesht duhet dim se ku të marrim dhe të pozicionohemi sipas nivelit dhe shoqëror që kemi dhe të ardhurave që kemi. Administrata tatimore thotë se përdor të dhëna nga CPCM, do të jetë në një sistem fiskalizimi, ky ka përshtypjen. Po, që me mesataren, po. Palë të treta dhe deklarime për analizën e riskut. A është ky një model i besueshëm apo krijon, le të themi, ka marrë zgabimi dhe selektivitet përmes kompanive që kontrollohen dhe vijnë në shënjestër të luftës anti-informalitet? Atëherë, unë duke nisur edhe nga fjala e ministrit që dëgjova pak më parë, domethënë një nga burimet e informacionit ishte edhe domethënë kjo pjesa e aksionit që kishin bërë në agjenci të real estate, ku kishin parë dhe domethënë nga të dhënat e dokumentuar kishin marrë që vlerat reale ishin shumë larg atyre të tregut. Edhe ky sistem. Pra vlerat reale të shitjes së pasurive. Dhe të deklarimit, po, dhe të deklarimit të tyre ishin shumë larg atyre që dhe domethënë kjo ishte pak a shumë një nga iniciativat kryesore sepse kishte nisur kjo nismë. Edhe ky sistem, njësoj si gjithë sistemet e tjera, nuk është se ekziston një sistem domethënë që të jetë 100% i sigurt ose 100% i saktë, çdo sistem ka ato problematikat e tij. Por është ajo se ajo shpreha që thotë porojet kush do t'i ruaj. Pra, ti mund të kesh një sistem shumë të mirë, puna është se ti pastaj i ke në bazë të riskut, i ke në bazë, domethënë, si do të kategorizohet secili prej bizneseve. Dhe ne e dim që gjithë problematika në Shqipëri vazhdon tek ajo pjesa praktike kur inspektorët ose kur shteti shkon dhe troket tek biznesi. Gjithë problematika pastaj transferohet aty. Dhe nëse ato individ do më thënë që do të bëjnë këtë pjesën e kontrollit ose këtë pjesën e administrimit të këtyre databazave ose të kontrollit të biznesit, varet pastaj se sa të kontrolluar janë dhe ata vetë. Pra duhet ketë edhe një sistem tjetër të integruar për të kontrolluar personat që do të jenë në krye të këtyre operacioneve, nëse mund të cilësojmë kështu. Sepse do duhet një kohë gjatë, pra që një operacion të ketë, domethënë ato rezultatet e tij dhe të kthehet në një reformë, duhet që si thua të qëndrosh te koka për një kohë të gjatë, sepse mund ta kemi si me aksionin e qesave, që si përfundim e vetme gjë që ndodhi ishte që marketet i bën të detyrueshme me pagesë. Me pagesë, po. Dhe ndërkohë që ato vazhdojnë prapë, diku importohen, diku prodhohen dhe ne i shohim që ndoshta në rrjetet e mëdha të supermarketeve nuk ekzistojnë, por në dyqanet e tjera të lagjeve të tjera ose në përmarkata janë. Dhe atëherë u bë goxha buj me këtë aksion. Dhe si përfundim, cili ishte domethënë që thjesht ti kur shosh në marketet e mëdha do ta marrësh qesën me pagesë. Kështu që dhe këto aksione, pavarësisht se flasim me vlera me shifra të mëdha, nëse nuk kthehen në një reformë të mirëfill, thjesht pastaj do të mbeten në trajtën e këtyre aksioneve të cilat janë si çekan te koka e biznesit, thjesht për të mbledhur të ardhurën në momentin që na duan dhe pastaj i harrojmë aty dhe kalojmë nga një industri tek tjetra dhe kështu domethënë një rreth vicioz dhe nuk rregullojmë asgjë dhe ne vazhdojmë prapë në tranzicion dhe do flasim për njëta gjëra dhe mbas 30 viteve të tjera pastaj. Qartë, Gjergji, ka rrezik për gabime, selektivitet, kompani të shënjestruara, gabim apo si e mendon? Ekonomia nuk është një lloj statistike e mirëfillt, por është e gëshetuar me impakt social. Nëse ne në ekonomi mendojmë se kemi një analizë statistikore, gabojmë. Atëherë duhet të gëshetojmë dhe impaktet që kjo çdo lloj reforme, çdo lloj aksioni jep. Por qeveria ka gjykuar dhe ka menduar që të mbushi pak arkat e shtetit më shumë në këtë pjesë periudhe kohore, ku t'ja lëri pastaj aksionin pjesës së Bregdetit, duke filluar nga pjesa e majtë në vazhdim. Pra kemi ciklime të aksioneve në sektor. Po pse duhet jetë ndar tani këtu dhe pjesën e Bregdetit në vazhdim? Po përderisa kohë qeveria ka dhënë një afat përfundimtar 23 maj, atëherë përkon me fillimin e sezonit turistik dhe fokusi i qeverisë dhe administratës tatimore është pjesë e sektorit që të nis turizmi po thua. Nis turizmi, pikërisht, sepse i dha impakte pozitive nga këndvështrimi të ardhurave financiare. A thua? Dyshoj për këtë pjesë. Domethënë mos ishte impakt pozitiv momental, po them, apo mendon që do vazhdoj ky impakt? Jo, do vazhdoj, sepse ne përderisa kohë nuk kemi një strukturë të organizimit nga ana tatimore, por kemi aksion.
Dhe ky është diferenca midis strukturës. Në strukturën e themi që japim e ndërtojmë nga ana organizative një model, kurse në aksion e themi thjesht sa do mund të fitoj... Pse kemi kaq të vështirë ne ta ndërtojmë një model, sikur se theksove, që të qëndroj jetë gjatë, të qëndroj i tillë, të mos ketë nevojë për aksione. Unë në Shqipëri kam 10 vite, 15 vite që dëgjoj vetëm aksione, por ndërkohë nëse ka një model të qëndrueshëm, që funksionon siç duhet. Ka që vështirë? Model në këndvështrimit tim në aspektit tatimor ishte fiskalizimi. Ishte një model i marrë, implementuar si pas kushtet dhe nevojave tona. I marrë nga Kroacia kryesisht, nëse nuk gaboj, dhe i përshtatur si pas legislacionit tonë. Dhe ky ndërtoi një model në perceptimin tim shumë pozitiv, sepse i dha një lloj hovi tjetër të prerjes fatura dhe shpejtësisë, dhe ndërkohë i uli dhe kostot të kompanive, sepse kompania automatikisht duhet të kishte 2 ose 3 faturistë, kurse në këtë moment me digitalizim mund t'i duhet vetëm një operator dhe e përcjell shumë mirë këtë informacion dhe e çon në mënyrë kohë reale tek drejtoria e tatimeve që të kenë mënyrë analize sa më të qartë më të drejtë. Kurse në modelet e aksioneve janë aksione të cilat i përkasin një segmenti kohor të caktuar. Dhe nuk paraqesi një lloj realiteti. Bukur, po thua që fiskalizimi ishte një nga instrumentet që le të themi model pozitiv që ka ulur informalitetin. Pse nuk ka modele le të themi më efikase që të mos kemi nevojë për këto aksione, pra, që mos e vëmë dhe në stres biznesin? E kuptoj. Unë mendoj se kjo situata është pak më e thjeshtë. Domethënë, si e shikoj unë, se thonë që djalli si thua fshihet në detaje. Është shumë e thjeshtë. Vendi jon raporti midis të rinjve dhe moshës së tretë, si thuash, ka ardhur në rënje. Dhe skema jonë e pensionit është skema pay as you go. Pra, ata që janë në punë sot, paguajnë kontribute për të marrë, si thuash me fjalë thjeshta, pensionin mosha e tretë. Dhe në momentin që ky raport përmbyset, pastaj je i detyruar që këta individ që kanë mbetur këtu për të paguar dhe për pensione më të larta, sepse kështu funksionon skema e pensionit, sigurisht do të paguajnë më tepër kontribute. Dhe duke pasur parasysh që në kaq pak vite sa shumë ka ndryshuar paga minimale dhe sa shpejt, pa i dhënë dhe mundësinë biznesit për të përshtatur, mendoj se kjo mund të jetë një nga arsyet kryesore, sepse nëse ti nuk siguron pjesën e si thua të ardhur për pensionistët, sigurisht që ti pastaj mund të çosh në skema falimentimi, që janë, domethënë, gjëra shumë të rëndësishme për një shtet, sepse krijon pakënaqësi të tjera sociale me radhë. Kështu që mendoj se prandaj këto funksionojnë në bazë aksionesh, thjesht për këtë arsye, shtetit si thua që duhen të ardhura për një sektor të caktuar, cili është sektori i cili mund ta mbulojë më mirë ose ku normat e fitimit mund të jenë pak më të larta për të mbuluar dhe këto kosto. Në këtë po themi 2 vjeçar, 3 vjeçar do të jetë ndërtimi. Bëjmë një aksion tek ndërtimi. Pastaj mbarojmë me ndërtimin, vjen vera, kalojmë tek turizmi e kështu me radhë. Pra, sepse për ndërtuar dhe ato strategjitë, si thuash, afatgjata dhe që funksionojnë vetë, nga një anë duhet edhe dëshira për t'i ndërtuar. Sigurisht. Duhet dhe dëshira dhe aftësia, se ne marrim mirëqenie, nëse dikush punon në administratën shtetërore, është i avë dhe mendojmë sikur gjithë ditën e ka mendjen tek këto reforma që do zhvillohen dhe si t'i implementojë. Varet se ku janë dhe interesat aty. Me thënë drejtë nuk mendojmë kështu për administratën, po ka një lloj paragjykimi tjetër, po. Struktura në thelb do kohë, ka kosto. Po kanë kohë, pse koha është në dispozicionin e tyre gjithkohën. 8 orë në ditë punë ka kohë administrata për ta bërë. Po struktura duhet mendje të cilat duhet ta ndërtojnë këtë dhe vullnet. Duhet dhe vullneti. Dhe në fakt, sa i takon skemës së kontributeve që preku pak Esmeraldo, efektet janë ndjerë, se viti 2025 u mbyll shumë mirë sa i takon të ardhurave nga kontributet shoqërore në buxhet. Pra kishte një realizim përtej planit edhe goxha të mirë. Kjo është eksponenciale, përderisa kohë paga minimale rritet dhe përderisa kohë referencat e dala nga administrata publike për referencën e pagës rritet, automatikisht dhe të ardhur nga punësimi do të rriten edhe që të kalojnë në pension. Por nuk është modeli që ndryshëm ky. Ky është çështje, se nëse ne flasim për aksione, ai është 6 mujor, 1 vjeçar apo 3 mujor. Kur flasim për strukturë, ndërtojmë një ide që të cilën e kemi minimumi 3 vjeçare sipër. Sa na duhet për ta ndërtuar këtë strukturë? Varet nga vullneti.
Nga vullneti? Vullneti. Po, ka një shembull të vendeve të tjera që e kanë? Ne duhet krahasojmë me vendet të ngjashme si puna jonë, siç është Kroacia. Përderisa kohë ne aspirojmë për Bashkimin Evropian, ne duhet ta kemi pikë referencë Kroacinë sepse kemi shumë të ngjashmëri tatimore, organizative dhe kemi edhe shumë ngjashmëri të cilat... Si është modeli në Kroaci? Modeli të paktën fiskal, ne kemi në masën 70-80% e kemi shumë të ngjashëm me pjesën e tatimore dhe modelet e ngjashme të shteteve të vogla organizative dhe aq më shumë të ndërtimit antropologjik që ne kemi të përafërt, duhet që të ta përshtasim. Në të kundër pastaj, nëse ne marrim një model shteti i cili ka mirë organizuar funksionet e veta, destinon që të dështojë dhe të jetë një anë ndërtimi strukturar jo i qëndësishëm. Pra shembujt ekzistojnë, tha, rëndësishme është t'i zbatojmë ato. Megjithatë, do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për diskutuar sërish për planin anti-informalitet në ndërtim dhe në sektorin e ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme. Diskutuam gjëre gjatë për pagat, anti-informalitetin në paga, rritjen e deklarimeve të pagave tek punojësit e ndërtimit, por dhe tek ata ndërmjetësimit pasurive të paluajtshme. Megjithatë, kompanitë e ndërtimit kanë shumë pika të dobta, le ta themi, që duhet i deklarojnë, apo më saktë që kërkohen nga tatimet që të deklarohen. Ku çedojnë kryesisht? Pra cilat janë ato, le të themi, që i penalizojnë më shumë nëse nuk i bëjnë siç duhet këto deklarime, apo që të konsiderohen si pikat që janë në shënjesër të tatimeve më së shumti? Përgjithsisht, gjithë sektori ndërtimit konsiderohet si një sektor me rrezik, domethënë për sa i përket administratës tatimore dhe shpesh herë në shumicën e rasteve janë ndër subjektet të cilat ushtrohet më tepër kontroll i thelluar për shkak të specifikave që ato kanë. Duhet të jemi realistë, domethënë në vendin tonë edhe kjo pjesa e mbajtjes së të dhënave, analizës e me radhë është në fazat e tyre fillestare, mbështetur dhe nga eksperienca vetjake, domethënë bizneset nuk e kanë shumë qef këtë pjesën e deklarimeve siç duhet ose mbajtjen e dokumentacionit, qoftë edhe dokumentacion e brendshëm me qëllime analitike për veten e tyre. Pra, janë akoma me atë mundësinë si thua me lapse me letër pa pasur si thua rekordet që i kanë dhe kjo krijon problematika sepse sa rëndësi kushtojnë ata realisht mbajtjes së saktë të dokumentacionit, sepse dim se si janë mësuar, domethënë praktikisht në vendin tonë, se në mënyrën se si i zgjidhin punën kur kanë një problematikë të caktuar. Kështu që besoj se edhe kjo mund të jetë një kohë e shkurtër, megjithëse biznesi në gjithë këto vite ka pasur, me thënë drejtë, mundësinë për të vetë rregulluar dhe për të rregulluar sidomos në pjesën e mbajtjes së dokumentacionit, sepse mendohesh e pafajshme që me një eksperiencë kompani të caktuar me 30 ose më shumë vite, domethënë ti të kesh akoma problematika në mbajtjen e dokumentacionit. Por mendoj se është më tepër çështje mendësie e biznesit, që nuk është vetëm në sektorin e ndërtimit, por meqense tani është fokusi aty, por mendoj në çdo sektor ka problematika në mbajtjen e dokumentacionit dhe bizneset thjesht tentojnë që të jenë në rregull me shtetin, si thua vetëm ato dokumentat bazë që i duhen thjesht për të shmangur penalitetet. Dhe nuk marrin përsipër, qoftë edhe për analiza vetjake që është shumë e rëndësishme, po që të kenë të dinë sa e kanë normën reale të fitimit, sa fitojnë, që sigurisht duhet konvergjojnë me atë që deklarojnë realisht, por që them edhe këtë pjesë nuk e kanë shumë në mendësinë e tyre për ta bërë. Domethënë, përpiqen të jenë sa më të lehtë te kjo pjesë, ndoshta edhe për shkak të kostove, por prapë në fakti që ka një bum ndërtimesh do thotë që fitojnë, se kot nuk ka një bum ndërtimesh, do thotë që kthimi i fitimit është goxha i madh. Ndoshta edhe kjo i bën që mos kenë nevojë që të mbajnë dokumentacion, se ka norma të larta. Mund të jetë edhe kjo ana tjetër e medaljes. Po dhe ajo ka nevojë. Unë pash pak planin sektorial të tatimeve dhe ndër problematikat kryesore të konstatuara në sektorin e ndërtimit rezulton, përveç pakave që përmendëm, mos deklarimi plot i xhiros dhe i sipërfaqeve, ku përfshihet deklarimi të çmimeve të shitjes, nën çmimet e tregut dhe poshtë çmimeve të referencës. Tani, me aq dieni sa kam unë, as noterët nuk marrin përsipër që të shesin pasurinë nën çmimin referencë. Di që është një ligj që duhet përmbushur me patjetër. Ka shmangje të tilla? Rast konkret unë nuk di të ketë, por me qenë se trupëtohet gjithandej që ka dhe mund të ekzistojë, por... Pra pasuri që shiten nën çmimet e referencës? Nën çmimin e referencës, këtu ka një handikap, sepse shteti ose qeveria është herë e dytë që thotë ne do ekspozojmë çmimet e referencës dhe kjo i jep mundësi çdo lloj qytetari ose çdo lloj
biznesmeni, investitori në këtë sektor, të mendoj që të bëj shmange të tilla të formave që me qenë se shteti do nxjerrë referencën, unë i bëj një rivlerësim prone pas një viti pas 2 vitesh dhe çoj minimumin në referencë sa që do shteti. Pra, gjithmonë mundësia këtu në këtë industri është minimumi industrisë dhe jo konkurenca e lirë dhe e ndeshme që të prodhojë në bazë të kushteve normale të biznesit. Po, deklarimi të çmimeve të shitjes në referencë nuk i përshtatet as qytetarëve. Le ta marrim një shembull, pra, nëse unë dua të blej një apartament dhe e marr atë në çmimin e referencë, aq më tepër jo në vlerën e tregut, po në çmimin e referencës që është vendosur në një qytet të caktuar, unë nuk arri dot të marr asnjë kredi për ta paguar këtë lloj apartamenti. Do të thënë ku gjendet pikë takimi midis të dyjave, atë që bën kompanitë dhe atë që përfiton apo humbet qytetari. Atëherë, nisu nga eksperjenca e përditshme, thëmë, kjo problematikë është edhe tek tregu i qerave. Pra, ekziston një pak a shumë mungon kultura ose informacioni i përgjithshëm edhe tek qytetarët, sepse çfarë ndodh? Këtu janë të lidhura situatat. Qytetari që do të blejë, ndoshta se ka deklaruar gjitha ardhët e tij gjatë viteve. Dhe kur shkon për të blerë, e ka të vështirë për të justifikuar paratë e tij në bankë për të bërë blerën e pronës. Nga ana tjetër, individi që e shet është interesuar që ta shes me një vlerë më të ulës se sa është reale, po që mos paguajt aty, sidomos kur ka qenë 15%, dhe tani që do bëhet 5%, ne do të shikojmë, po, domethënë nga pjesa e rivlerësimit, se sa i madh do të jetë pjesa e deklarimit të gjithë atyre individëve që tani, si tek pjesa e deklarimit të dividendit para disa viteve, që ul nga 15 në 8%. Kështu që edhe tani do shikojmë, mendoj unë, një vrull të gjithë atyre individëve që kanë bërë blerje në çmimet referencë ose në vlera më të ulta, që të rivlerësojnë pasuritë e tyre. E njëjta gjë ndodhet tek qerat, për shembull. Çfarë ndodh? Biznesi dhe individi, duke qenë se shteti tani ngarkon biznesit tatimin e mbajtur në burim, atëherë ata bën një marrëveshje që ndryshe është vlera reale e qeras dhe ndryshe deklarohet te noteri, e cila deklarohet pothuajse në pjesën më të madhe si vlerë referencë kryesisht tek bizneset e vogla, po themi, ose tek që mos paguhet 15% në këtë rast. E njëjta gjë ndodhet në këtë rast, domethënë ka një konvergjencë midis vlerësit i cili nuk ka mundësi që të justifikoj paratë që ka, sepse si ka deklaruar në vite, edhe shitësi që do t'i deklaroj me një vlerë më të ulët që mos paguaj tatimin, domethënë në këtë rast për shitjen e apartamentit, po marrim ose të banesës, dhe të dy bien dakord që të ulin vlerën, por ndërkohë është blerësi ai që humbet në moment që do ta rishes këtë pronë, sepse do paguaj tatimin 15%. Por kemi të bëjmë edhe me ata blerës që e marrin me kredi gjën. Pse duhet ta pranojnë që të marrin një apartament të nënvlerësuar, kur në fakt le të themi paguajnë një çmim 100.000 euro dhe deklarohet 80.000? Kjo pastaj varet, thashë. Lidhet me kulturën e blerësit apo me frikën që nuk do gjejnë një apartament apo? Me kulturën, edhe kjo është frika, domethënë që mendojnë se ka gjetur një okazion të mirë, po ti shikosh dhe agjencitë e real estate, çdo pronë që nxjerrin e ka me mbishkrimin super rast, super okazion, ndërkohë që ti shef që është një pallat që është i pasuvatuar akoma, po them. Kështu që është edhe kjo frika, dëshira dhe si thua që kanë gjetur një pronë të mirë që nuk duan që ta, domethënë në këtë rast që ta humbasin dhe nuk mendojnë pak a shumë në periudhën afatgjat. Ai thotë e bleva një herë, ta gëzoj se si dihet se si del më mbrapa. Domethënë nuk mendojnë për periudhën afatgjat që kjo është një vlerë që nëse ai nesër pas nesër do ta rishes, një vlerë 15% pa indiferencë është një vlerë goxha e lartë, dhe ai prapë do të ketë to problematika, sepse nuk bëhet fjalë që ka ulje të çmimit, po themi nga 10 milion në 9 milion. Po mund të ketë ulje akoma dhe më të mëdha, që pastaj në 15% e kësaj vlerë është një vlerë goxha e madhe. Dhe do të ketë ai problematika pastaj për ta shitur, sepse edhe ai do tentojë ta shes me një çmim më të lartë, sepse do të nxjerrë këtë vlerën e 15% që do të paguaj. Kështu që këto janë problematika që vërtet ndodhin sot, po mendoj që në periudhën afatgjat mund të kenë kosto shtesë për qytetarët, kryesisht për blerësit. Si e shikon këtë Gjergji? Mua më çudit besimi që kanë qytetarët shqiptarë që një pjesë të mirë të pagesës së një apartamenti ta japin cash, pa një faturë, pa një dokument dhe të paguajnë me bankë vetëm atë që kërkohet në çmimin e referencës, duke marrë përsipër edhe këtë koston që përmendi Esmeraldo, që 15% e tatimit do ta paguajë nesër kur ta rishesi apo 5% për rivlerësimin e pronës. Kryesisht blerësit nuk janë të mirë informuar për këto transaksione financiare dhe ndihen para faktit, kur vëmë tek noteri ndihen para faktit që çka kanë bërë. Pse kanë bërë këto lëvizje në atë kohë. Por qeveria duke nxjerrë dhe amnistira, duke nxjerrë dhe rivlerësime,
i jep të drejtë qytetarëve ta rivlerësoj her pas here. Po prap kosto është, 5% nuk është pak e një apartament 100 euro. Nuk është një model shumë i mirë, është një model i cili bën një shfryrje të caktuar për këtë industri, por nuk është një model i qëndrueshëm në aspektin afatgjat, sepse i krijon shumë trysni kësaj industrie dhe duke paramenduar, në momentin e shitjes paramendon që diku pas një viti apo pas 4 viteve kur kemi fushata, mund të dalë një amnisti ose një legalizim ose një veprim ekstra ligjor, i cili e legalizon një veprim jo ligjor në një kohë të caktuar. Tani, ky aksion është përqendruar, me sa kuptoj unë, vetëm tek kompanit. Pra, ndërtimi real estate ka lënë pas ekspertët fiskal, kontabilistët, që le të themi mbajnë databazën e kompanive, dhe ka lënë pas edhe qytetarëve, të cilët pranojnë të blejnë prona të nënvlerësuara, pra me çmimin jo real. Cila do të ishte aktualisht këshilla juaj apo thirrja që duhet të bëjmë qytetarëve, nisur nga ky plan, pra, okay, është përqendruar te kompanitë, por vetë qytetarët, çfarë duhet të bëjnë kur vendosen përpara zgjidhjeve të tilla, qoftë nga kompanitë, por qoftë edhe nga qytetarët e tjerë që shesin apartamente nën vlerën referencë dhe nën vlerën e tregut. Atëherë, duke parë dhe ecurinë e kohëve të fundit, do të thënë mendoj se qytetarët në radhë parë para se shesin nëse të blejnë një apartament, duhet të njihen me të drejtat dhe detyrimet që kanë. Do të thënë, mos ketë një konfuzion se kujt i takon X detyrim ose kujt i takon një Y detyrim. Para se të shkojnë, siç e tha dhe kolegu, do të thënë që shkojnë tek noteri dhe vendosen para fakteve të kryer, që nuk është shpjeguar asgjë si do funksionojë etj, sepse duhet kemi edhe diçka parasysh. Këto kompani që merren me ndërmjetësimin e blerjes dhe shitjes së pronave, interesin e vet kanë deri në momentin që është firmosur kontrata dhe pastaj nuk intereson më se çfarë bën blerësi dhe shitsi. Kështu që duhet të kenë kujdes sepse ata situojnë çdo gjë ta bëjmë pozitive. Si tek pjesa e vlerës së gjë, ose s'ka problem, ose do ndodhë një amnisti tjetër e me radhë, siç ishte tek pjesa e penaliteteve që kishin bizneset, që shumë mirë domethënë që u falën etj, sepse një pjesë e penaliteteve ishin në periudha para shumë kohë situash, por kjo mund të krijojë problematik në periudhën afatgjatë, se në moment që një biznes sot merr një penalitet, sa i motivuar do të jetë ai që ta paguajë, duke ditur që mbas 10 ose 15 vitesh kjo mund të falet. Domethënë, e njëjta gjë mund të ndodhë edhe në këtë treg, që po i ble me vlera të ulta se nuk i dihet çfarë mund ndodh, mund bëhet rivlerësimi nga 5% që u bë këtë radhë, mund bëhet fare 1%, 2%. Kështu që ideja është që duhet të jenë sa më të mirë informuar, nuk është se kanë një formulë magjike se si ti ta mësosh, por besoj që duke u formalizuar tregu dhe duke u ndërgjegjësuar qytetarët, po themi në lidhje me procesin e shitblerjes së pronave, mendoj që edhe kjo problematik mund të zhduket në periudhën afatgjatë, por mendoj që në periudhën afatshkurtë dhe afatmesme do të jetë prapë prezente për sa kohë që është një treg shumë i luhatshëm dhe që vitet e fundit ka njohur rritje shumë të mëdha të nivelit të çmimeve. Dhe ajo përqindja vërtet mund duket shumë 5%, por në vlera relative pastaj kur një apartament kushton 100.000 euro është një vlerë e konsiderueshme dhe ne dim kur biznesi s'po merret do të vesh me individët për një tatim qeraj që mund të jetë 1.500 lekë të reja në muaj ose 5.000 lekë, imagjinohet tani se si do merren vesh mas disa vitesh kur ka për të paguar tatimin 15% të 20.000 ose 30.000 euro që mund të jetë që si përfundim me shumë mundësi prap mund të shkojë tek pjesa e blerësit final si kosto. Gjergje, si konsulent biznesi, por edhe për qytetarët, folëm pak për ata që blejnë, që duhet marrin përgjegjësinë që ato që blejnë ta kenë 100% të deklaruar, por edhe ata që shesin. Le të themi një qytetar sot që shes shtëpinë e ka më mirë që të gjitha të ardhurat t'i ketë në bankë, t'i ketë të formalizuara, t'i ketë të deklaruara dhe të mos marri cash pra, por edhe kompanitë që gjithë transaksionet që bëjnë t'i kenë të formalizuara në mënyrë që t'i investojnë ndoshta në mënyrën e duhur dhe në mënyrë transparente. Si mendon, çfarë duhet të di një individ që shet sot, apo një kompani që shet sot apartamente? Të tre këta komponentë që sapo cituat, unë do të bëj një thirrje për qytetarët, të cilët duhet i drejtojnë profesionistave të fushës, të marrë një informacion të caktuar, bazik, se s'pun të themi që të bëhen ata në njohës të mirë të ligjit, po të marrë një informacion bazik, që ky informacion bazik të përkthehet në të ardhura personale në afatgjatë. Qofshin këto të formave të taksave, apo kushdo lloj fushë që mund të jenë. Ajo që është për të theksuar është që i gjithë ky zinxhir, duke filluar nga blerësi, nënt kontraktori që bën transaksionin e shitjes dhe pjesa e investitorit, duhet që t'i kenë të formalizuara këto instrumenta financiare nëpërmjet kanaleve të ligjshme siç janë, po themi, bankat. Por duke qenë se jemi në një ekonomi jo fort
të qartë në ana e organizimit dhe kjo krijon domosdoshmërisht krijon pjesë të evazionit fiskal. Gjithkush mendohet që të shmangi sa më shumë, por këtu duhet ndërhyjë shteti në mënyrë proporcionale dhe jo në një formë të njëanshme, të godasë një palë apo të ngrej një palë, duhet të jetë në formë utilitare për të tre këta komponentët. Çfarë rrezikon sot një qytetarës që blen një banesë, një apartament gjysmë të formalizuar? Ekziston mundësia që ky mos ta gëzojë në asnjë moment këtë pronë. Pse? Sepse duhet të di komplet konceptin juridik nga momenti i dhënies së kësaj leje deri në momentin e ndërtimit përfundimtar dhe dorëzimit me çelësa në dorë. Një nismë e kryeministit paracakohesh tha që jo, qytetarët tha nuk do marrin më prona grop, nuk do marrin më prona në të cilat janë gjysmë të përfunduara, por do t'i marrin tha me çelësa në dorë. Kjo është vullneti i qeverisë, të cilët harmonizoi komplet pjesën e licitacionit, që qytetarit ta ketë më të thjeshtë, por ndërkohë dhe vetë qeveria duhet të nxjerrë një manual procedurash të qarta për organizimin e këtij sektori, duke qenë se ka model të parë të rritjes së ekonomisë. Sepse ne nuk kemi industri prodhuese që të kemi fokus, ne këtë kemi si industri. Çfarë rrezikon një qytetar që një apartament e blen 70% me bankë dhe 30% cash? Po, ekziston kjo pjesa, domethënë, e kësaj pagese në mirëbesim, janë situata që kanë ndodhur, ne i shohim për ditë, domethënë, individ që kanë mbivendosje pronash, kanë mbivendosje objektesh patjetër, kështu që është kjo problematika kryesore. Unë mendoj që qytetari, domethënë, duhet ta ketë në fokus të këtë pjesën e sigurisë, sepse është duke investuar me shumë mundësi kursimet e jetës së tij. Dhe ta lësh aq lehtë në dorën e, po themi, të noterit ose në mirëbesim të dikujt që ti ndoshta se njeh fare, thjesht me një ndërmjetësim nga një kompani real estate, unë mendoj se kjo është një praktikë shumë e gabuar dhe që shumë shpejt duhet ndërpritet, domethënë. Duhet të gjejnë mundësitë e tyre për të justifikuar si thua pagesat që do bëjnë, i kanë mundësitë dhe gjithë pagesat të bëhet e plotë, sepse shmangin gjithë ato problematika të tjera që mund t'i kenë kohë mbas kohë. Pra në këtë pikë do thoja pse ky plan anti-informalitet të mos shtrihet dhe tek blerësit, që të kenë frikë edhe blerësit që e marrin një pronë, le të themi jo 100% të deklaruar, por edhe ata që shesin, a do ishte më i kompletuar dhe më i sigurt për të funksionuar si zinxhir? Për qytetarët kemi një ligj që për çdo të ardhur duhet të deklarojë në bankë burimin e fondeve dhe duke prodhuar fonde jashtë sistemit tatimor, këta individ priren vetë të bëjnë kërkesa tek pjesë e investitorit, të cilët i vënë nën presion. Dashje pa dashje, duhet ta themi këtë gjë, është vetë pjesa e shoqërisë që e vën nën presion këtë lloj industrie, por duke pasur mekanizma të kontrollit qeveria, duhet të ndërhyjë dhe duhet ta minimizojë sa më shumë këtë lloj veprimi nga ana e qytetarëve. Ronaldo, si mendon? Duhet të ketë penalitete edhe për qytetarët që pranojnë bëjnë këto transaksione? Po, patjetër. Domethënë, po ta shikosh bisedën, ne nisëm nga pagat referencë dhe dolëm tek problematikat e tjera, që do të thotë, këto janë industri dhe situata që nuk zgjidhen dot me aksion. Pra ti sot bën një aksion për pagat referencë, nëse bën një aksion në agjencitë imobiliare, duhet të ketë një strategji të mirëfillt. Më mirë të shtyhet implementimi i strategjisë, po themi, dhe me një vit, por ajo që do bëhet të bëhet tamam dhe të jetë një strategji afatgjat, se sa rri duke arnuar ligjin sot, arnon nesër dhe një herë kap një palë, një herë palën tjetër, sepse është dhe kjo problematika që ajo që tha dhe kolegu, janë dhe vetë në shumë raste vetë blerësit që duan ta kenë këtë praktikë dhe zgjedhin këtë formë. Pa e ditur që në periudhën, domethënë në periudhën afatgjat do të jetë në damin e tyre dhe do kenë kosto të tjera. Kështu që e gjithë gjëja duhet parë si një panoramë e plot dhe të shikohet si një strategji e mirëfillt, jo vetëm me aksione, sepse aksioni do të përmirësojnë diçka për momentin dhe masi periudhë kohë aksioni ndalon dhe kthehemi jo aty ku ishim, po kthehemi akoma dhe
edhe më keq sepse kemi sjell deformime në treg. Po sigurisht, sepse shitblerjet nuk bëhen vetëm nga kompanitë e ndërtimit, bëhen edhe nga një individ tek një tjetër. Kështu që besoj që një aksion më i gjerë do ta formalizonte të gjithë pjesën zinxhirin e shitblerjeve të pronave në Shqipëri dhe jo i fokusuar vetëm tek ndërtimi apo tek real estate apo në një kohë kaq të shkurtër. Po, do të jenë sepse të gjitha hallkat janë të lidhura njëra me tjetrën, kështu që aty ku kputet diku është e vështirë, pastaj dëmtohet edhe pjesa tjetër që mund të jetë në rregull për momentin, kështu që është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Shumë e vërtet. Mos përputhje midis leve të ndërtimit dhe deklarimeve tatimore. Një gjetje tjetër e tatimeve për kompanitë e ndërtimit. Pra, sipërfaqet e deklaruara thot për qëllime tatimore më të vogla se sipërfaqet e miratuara në leje të ndërtimit ose të regjistruara në hipoteka dhe kadastra, apo projekte të përfunduara fizikisht, por me deklarime të vonuara ose të pjesëme të ardhurave. Si shikon këtë shkelje? Ky është një problem shumë i madh, i cili krijon një amulli totale në pjesën e kadastër. Me kadastrën, me qytetarin, me investitorin. Pra, këtu kjo lloj prone nuk zgjidhet dot kurrë më, është shumë e vështirë. Do parapëlqenja që gjatë fazës së ndërtimit, të gjithë po themi të gjithë këto instrumenta të cilat ndikojnë që janë kryesisht tatimet, kadastra, qytetari, biznesi, të jenë të informuar. Dhe qytetari duhet të di fazën, në çfarë faze është nga biznesi, të marrë në mënyrë digjitale, ndoshta edhe nga e-Albania ka më të thjeshtë. Për të kuptuar edhe ai që ky investim i veti kundrejt kësaj firme investitore është e dura apo jo. Dhe doja të theksonja, që është shumë pikë kritike, forma e kontratave të shitblerjes. Do të sugjeroja për qytetarët të kishin kontrata me sipërmarrje dhe jo me kontrata të cilat janë kontrata forma të tjera juridike, sepse kontrata e lidhur me sipërmarrjen e autorizon dhe e vendos sipërmarrësin me detyrim përfundimtar për dorëzimin e asetit të ndërtuar. Format e tjera nuk janë forma të besueshme, të cilat mund të sigurojnë qytetarin marrjen e pronës në fund të ndërtimit. A janë kontrata tip këto që i bëjnë noterët se qytetarëve u vjet përballë një kontratë dhe tu është një lloj handikapi i vogël, i cili në të cilën qytetarët duhet të informohen qartë dhe saktë, sepse kontratat e sipërmarrjeve autorizojnë noterët në mënyrë automatike ta regjistrojnë pronën në pjesën e hipotekës. Kurse kontratat e forma të tjera nuk e autorizojnë dhe shmangin një lloj taksimi të vogël, të cilën shteti ja ka lindur nga drejtat e lidhjes së kësaj kontrate. Pra, po thua që duhet ketë një model tip për të gjithë, për të zbatuar. Tip të gjithë dhe detyrues për të siguruar asetin në fund të prodhimit për çdo qytetar. Ta gëzojnë me të drejtat siç investitori ka marrë pjesën e fazës likuidimeve. Qartë, rrezik për pastrim parash, sektori ndërtimit cilësohet si një sektor me rrezik për pastrim parash, duke qenë se është sektor me volum të madh transaksionesh shkash dhe me vështirësi në përcaktimin e kostos reale. Si e gjen këtë lloj gjetje që ka bërë administrata tatimore për sektorin e ndërtimit? Në fakt akuzohet her pas here për pastrim parash, për vepra të tilla. Sektori i ndërtimit, domethënë duke pasur parasysh edhe në zonat ku ndërtohet, duke pasur parasysh edhe vlerat e mëdha me të cilat ndërtohet, sigurisht që është gjithmonë në fokus që mund të jetë një sektor edhe me rrizik të lartë për sa i përket pjesës së pastrimit të parave, duke parë edhe faktin që ekziston një nonsens nga ana e ekonomisë që ndërtohet vazhdimisht, individët ankohen që nuk kanë para për t'i blerë, një numër shumë i lartë i apartamenteve janë bosh dhe nuk ulet akoma çmimi i tyre, ndërkohë që përsëri vazhdon të ndërtohet. Domethënë nga një logjikë ekonomike, një investitor i cili nuk ka shitur akoma apartamentet e mëparshme, po themi, nuk ka mundësi që të ketë burime për të ndërtuar të tjera, ndërkohë që këtu ky vrull nuk ndalon. Por ta shikojmë dhe në Bregdet dhe kudo në sidomos në qytetet kryesore, domethënë, kjo është një problematikë e cila nga ana ekonomike mund të sqarohet vetëm me këtë pjesën me pjesën e pastrimit të parave, sepse asnjë logjikë tjetër ekonomike nuk mund ta shpjegoj faktin se si në një vend me të ardhurar kaq të ulta sa Shqipëria, çmimet e tyre të rriten në mënyrë, domethënë të vazhdueshme, kërkesa të mos rritet ndjeshëm, të ketë një numër të lartë apartamentesh të cilat janë mbetur bosh dhe ndërtimi nuk ndalon, por përkundazi, po ta shikojmë për sa i përket sipërfaqeve të dhëna dhe lejeve të ndërtimit, janë gjithmonë në rritje. I përshëndruar kryesisht në zona, le të themi Tirana, Durrësi, Bregdeti, por jo në gjithë Shqipërinë.
Mos lëshimi faturës tatimore për çdo shitje apartamenti ndërtesë pasurinë të paluajtshme të kryer pavarësisht nëse është përjashtuar ose jo nga TVSH-ja dhe mos lëshimi faturës tatimore për të gjitha arkëtimet paradhënie për porosi apo shitje apartamentesh. A ka qytetarë që japin paradhënie dhe nuk marrin faturë tatimore? Dhe a ka biznes që... Nëse arkëtimi është informal, patjetër nuk ka se si pritet fatura. Nëse arkëtimi kalon nëpërmjet kesh. Nëse është kesh, atëherë automatikisht nuk ka se si pritet fatura. Nëse është nëpërmjet kanaleve zyrtare, duhet të presi patjetër, autorizohet njësia ekonomike të presi patjetër faturën fiskale. Fakti që kjo ndodh do thotë që ka shumë arkëtime kesh. Janë në nivele shumë të larta. Në nivelet shumë të larta, sepse përderisa kohë ne themi që qendra e ka 5.000 euro apo 7.000 euro metër katrorin, atëherë sa e zona e referencës do jetë 2.000-2.500 euro. Pra diferenca 2.500 euro që nga do prodhohet pikërisht nga ky keshi i cili do bëj atë futet në spiralin e pjesës informalitetit. Cilat nga këto shkelje janë më të rënda në aspektin fiskal, pra që kanë penalitetet më të rënda për kompanitë? Nga këto shkelje që tatimet kanë në fokus, le të themi, që nga deklarimi pagave të deklarimi... Patjetër evazioni. Evazioni patjetër i dokumentuar, të cilën ti e ke përbën vepër penale. Pra mos deklarimi i pronave në vlerën që kanë, pra mos shitja atyre në vlerën që kanë në këtë rast. Ky është një mikse sepse duhet të deklarojnë pjesën e kostos dhe në bazën e pjesës së kostos ajo deklarohet çmimi i shitjes. Kjo patjetër që është në varësi të kërkesave që përcaktohet kërkesa. Dhe aty përcaktohet norma e fitimit që është rentabël njësia apo jo. Por me sa shikojmë nuk janë rentabël, por janë super rentabël që edhe amerikanët do ta kishin ndër të investonin këtu me këto norma. Qartë. Deklarimi i saktë i kontratave qiramarrjes së ambienteve ku ushtrohet aktiviteti ekonomik është një tjetër, le të themi, shënjestër e tatimeve në sektorin e ndërtimit. Çfarë do të sjellë kjo? Ajo që unë përmend edhe më parë, për sa i përket pjesës së tatimit të mbajtur në burim, domethënë është kjo pjesa e formalizimit të sistemit, dhe mendoj se edhe ky është një element shumë i rëndësishëm, duke qenë se tani domethënë edhe kjo pjesa e pagesës së divës mund të lidhet në lidhje, domethënë mund të ketë ndikimin e saj për sa i përket pjesës së deklarimeve, dhe mendoj se duhet zgjidhet një herë mirë kjo pjesa, domethënë e deklarimeve, e formalizimit po të qerave. Sigurisht dhe aty ka vlera referencë që i kanë sipas zonave të caktuara po, dhe lloj të sipërfaqes që është, dhe mendoj se duhet jepet një zgjidhje përfundimtare që mos jetë kjo problematika midis biznesit dhe atyre domethënë që japin me qera. Sepse duhet edhe tani pjesa e sistemeve janë formalizuar, çdo gjë elektronike, mendoj se duhet kalohet nga ajo pjesa që tatimin ta mbaj ai që ka të ardhur, sepse tek ne pak a shumë është një nonsens kjo pjesa që biznesi paguan tatim në mbajtur në burim për një shpenzim, kur ne e dimë që tatimi mbahet në lidhje me të ardhurët që ti ke. E vërtet është në fakt. Dhe domethënë është e pakuptim, por gjithsesi ekziston sepse shteti ka më kollaj që t'ia mbledh biznesin se sa person që ka dhënë me qira. Kështu që dhe ka problematika të tilla sepse edhe tek pjesa e noterëve që nuk i sqarohet paraprakisht, tash mungon ajo kultura, domethënë si tek pjesa e shitjes, por edhe tek pjesa e qerave e individëve që duhet i dinë pak a shumë kosto se sa kosto kanë kur e japin një ambient me qera, që edhe ata duhet paguajnë tatimin që atyre u takon në varësi të sipërfaqes ose zonës ku e kanë ambientin. Duke qenë se gati gjysma e kompanive, 47% janë në Tiranë dhe 14% në Durrës, a rrezikon ky plan që të ngadalsojë dy motorët kryesorë të ekonomisë? Siç e thatë ju, dy qytetet kryesore. Kjo është motori i ekonomisë shqiptare, ky lokacion Tiranë-Durrës. Dhe nëse ne i krijojmë nëpërmjet administratës tatimore i krijojmë stres, presion, atëherë tendenca është që të biri ky fluks. Pra të biri ky fluks dhe të përkthehet në stagnacion. Por ndoshta do ishte e mirë për qytetarët, se do kishin mundësi të blinin prona me kosto më të ulët. Ne e theksuam që është model ekonomik, nuk ka se si ky të reflektohet direkt. Të jetë në stagnacion. Ky është model i cili edhe nëse kushtet e brendshme do ta impaktojnë, kushtet e jashtme do ta infektojnë. Është e padiskutuar kjo pjesë që do të japin ritëm me të cilën ne jemi. Dhe kjo qeverie ka model ekonomik të lloj industrie. Do kemi stagnacion për momentalisht? Po, në këto dy qytetet, le të themi. Sipas teorive ekonomike mund të presim, por duke parë normat e larta të fitimeve që kanë kompanitë që merren me ndërtim, besoj se po, dhe do të përdoren atë mënyrën që përdoren gjithmonë, mund t'ia kalojnë blerësit final në përfundim, domethënë.
Por unë mendoj se me normat e fitimit që kanë nuk besoj se mund bëhet problematik. Pastaj varet se sa do të vazhdoj kjo situatë, sepse unë mendoj që në periudhën fatmese mund të ketë prapë një ekuilibrim për sa i përket normës së pagave, ose ky niveli pagave referencë pastaj mund shtrihet në të gjitha industritë dhe pastaj mendoj se me të vërtetë mund të jetë shumë problematike, domethënë. Po thua që mund të jetë problematike nëse shtrihet në të gjithë industritë? Po, nëse shteti vendos të ndërhyjë në nivelin e pagave në këtë mënyrë, do t'i rrisë, po themi, nga viti në vit me këto norma, atëherë mund të krijojë problematika shumë të mëdha, sepse ne tashmë po përballemi me mungesën e fuqisë punëtore. Ose duhet të ketë një vizion pastaj akoma më të madh se çfarë do ndodhë edhe me ardhen e punonjësve të huaj nga jashtë. Domethënë duhet të jenë të lidhura të gjitha këto hallka njëra me tjetrën, sepse nëse ti arrit në mënyrë të ndjeshme këtë pjesën e kostove, nëse pastaj individët detyrohen që sepse rritja e pagës referencë duhet të kemi parasysh nuk rrit vetëm pjesën e kontributeve, do të rrisë edhe pjesën e tatimit mbi pagën që në fund e ka punonjësi si kosto. Sigurisht. Kjo që mund të ndodhë përpara faktit që kostot e jetesës janë rritur, edhe kostot e blerjes, po themi, të një banese janë rritur, kostot e pagesës së tatimit mbi pagën e tjerë, pra janë gjitha këto elementë që mblidhen dhe rrit mundësinë që akoma më shumë individës edhe të rinj pastaj të largohen nga vendi. Nuk e di çfarë do ndodhet pastaj me mungesën e fuqisë punëtore. Do vinë nga vendet azjatike. Po prapë, ata vinë, rrin pak dhe ikin. Na përdorin si tranzit në këtë rast. Mirë, duke pasur parasysh gjithë këtë që diskutuam lidhur me planin anti-informalitet, lidhur me sektorin e ndërtimit, ku duhet ndahet përgjegjësia, a kemi një rekomandim, le të themi, se çfarë duhet të bëhet më tej, një rekomandim të përgjithshëm? Doja të thoshe që formalizimi nuk është betejë kundër biznesit, por kontratë mes shtetit dhe kapitalit. Pra ne duhet ta shikojmë jo në aspektin negativ, duhet t'i shikojmë në aspektin pozitiv, por dhe shteti duhet, ose qeveria konkretisht duhet t'i shikojë disa aspekte dhe duhet t'i kanalizojmë me pozitivitet dhe jo t'i krijojë tysni biznesit, se në fundit është ky biznes që krijon të vlerën e shtuar. Në të kundër pastaj që ne përfitojmë në mënyrë direkt ose indirekt. Pra, ne këtë model kemi zgjedhur. Përderisa kemi zgjedhur këtë model ekonomie, automatikisht dhe qeveria duhet të respektojë këtë lloj modeli dhe nuk duhet të krijojë negativitet në biznes. Qartë. Esmeraldo, një koment, një rekomandim se si e shikon gjithë të gjë dhe çfarë duhet bërë më tej? Unë mendoj që kjo ishte gjë më e rëndësishme, domethënë që mos mbetet si një aksion afatshkurtër, po të shtrihet në një strategji kombëtare dhe afatgjatë, sepse nëse vazhdojmë me aksione në çdo industri çdo vit, pastaj kjo do të sjellë problematika kryesore për sa i përket investitorëve të huaj, sepse nuk do të dinë si të bëjnë një plan biznesi, nëse paketat fiskale janë të ndryshme nga viti në vit. Domethënë, pjesa që nuk duhet të jetë thjesht në formatin e një aksioni, po duhet të jetë një strategji të mirë menduar dhe të përfshijë të gjitha hallkat. Duke qenë, siç e tha kolegu, që ndërtimi është një nga industritë tona kryesore dhe që ka mbajtur peshën gjatë gjithë tranzicionit, duhet të jemi edhe shumë më të kujdesshëm aty, si në hartimin e planeve afatgjata, por edhe nga mënyra se si ne i qasemi biznesit. Falenderoj shumë për prezencën në studio. Faleminderit. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë shihemi të hënën e ardhshme në orën 20. Natën e mirë.